që dulën për greve. Po ndodhi se erdhi ai drejtori i kompanisë, edhe na tha që sot dolën rrogat, edhe kështu e ndërprej. Prej të martës mi kon grevë deri sot, se kem pas njët bilas me ndërprej grevën, po erdhi na tha që dolën rrogat, edhe i besum, bile tha që se nuk dolin, tha nesër mos hajde në shkollë, çashtu e lam me ta, po që tash para 10-15 minuta na dulën rrogat, grevën e kemi ndërprej. E çështë. Pse mendoni që ka ndodhur kjo lloj greve? Kjo lloj greve ka ndodhur, po thonë që s'ka pare, komuna i the kjo kompanisë, kompania komunës, herë thëshën anej, herë knej, edhe më thonë fajtor është numër 1 komuna. Komuna Prishtinës është fajtor numër 1. A ka ndodhur dhe më herë që Ka ndodhur kjo shumë herë, nuk është hera por, po që 10 herë më shumë që ka ndodhur, çështë që na i vanojnë. Edhe ka ndodhur prap. Prap kanë më na i vanu, çështë se ne jemi privat, edhe prap kanë më na i vanu rrogat. A i keni pagesat e voleshme? Ju asnjë tro. Po çfarë mjaftueshme 369 euro i morëm. E që tash kompania 100 euro na i ka nal. Nuk e di pse tha këtu i kemi marrë edhe këtu ka thonë jemi hi bërç dikon për mjaftësit juve. Do të thonë 270 euro na i ka qitë që tash. Edhe 100 euro na ka mjet bërç. Ka thonë tjetër muj i vsesëm. Kështu se është e vërtet, po s'besoj kur vallani. Jo kom me pos. Besoj që por që në kon medet, u kon edhe ma herët në kon medet, kur imi kon edhe nasin vaksh, edhe në tjera shkolla, po nuk është, për shkak medet, me thonë, nuk na qesën rruga, dhe me thonë. Po kjo kom me kon gjithë. Por sa ti jemi privat, që shtu kërkesa jonë, kom për rrugat edhe më në këthy me shtetë. Me mirës, për mësë me pos probleme, e mësë me pos gjëna për fmive, për shkollës e për këritën, më në këthy me shtetë. Me kom më në këthy me shtetë, kur si shumë pos problem. Edhe plus 150 euro të shtetit i mori ma shumë se na. Na i kemi 370 euro, shtetit i merë 550 euro. Ata shtetit njëtën punë e bojnë na, njëtën e bojnë ata. Bili na punoj ma shumë se të shtetit. Në shkutin e për shkollat shtetit, po shpehim anej, po qështu.